Mirëmbrëma të gjithëve. Dhe në emisionin e sotëm do vazhdojmë maratonën elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Fushata është në pikun e saj dhe pas pak ditësh shqiptarët pritet të votojnë sërish. A do ketë një mandat të 4 për Edi Ramën apo do ketë rotacion politik? Sondazhet nuk janë fort shprehëdhënëse, gjithashtu basti që ngelet a do hynë partit e reja të thyejnë një lloj, le të themi një lloj mallkimi në thonjza që ka karakterizuar 35 vjetët e tranzicionit shqiptar, të cilat janë shoqëruar nga një bipolarizëm mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në emisionin e sotëm kam konceptuar në 2 pjesë. Në pjesën e parë do jetë zoti Dashamir Shej, politikan veteran, i cili përfaqëson subjektin elektoral Djathtas për Zhvillim, zoti Shej, mirëmbrëma, i cili do jetë përballë kolegëve Poli Hoxha dhe Flogert Muça. Koleg, mirëmbrëma, faleminderit që jeni të pyetjet. Si dhe përmes Skype-it do jetë juristi i njohur zoti Kreshnik Spahiu. Spahiu, mirëmbrëma. Ndërkohë në pjesën e dytë me të njëjtin panel, se 60 minutat e para në pjesën e parë do jemi me zotin Shej, në pjesën e dytë do jemi me zotin Endri Shabani. Kreshnik, çfarë të ka bërë përshtypje këtë fushat? Po, ka shumë karakteristika kjo fushat, të veçanta nga fushatat e tjera. E para do të thoja që është një fushat më e ftohtë se çdo fushat elektorale në 35 vite. Nëse do t'i shikojmë videot e fushatave elektorale të tjera, ka pasur shumë entuziazëm, shumë pjesëmarrje, shumë shpresë, njerëz qeshur, aktiv, të zjarrt në mitingje, me thirrje, brohoritje, etj. Si e shpjegon këtë, se edhe në mitingjet hapse kishte donë një rënje drastike të pjesëmarrësve në mitingjet e 2 partive. Kjo është një tendencë globale në gjithë perëndimin që fushata bëhet më shumë në rrjetet sociale se sa me turmat e njerëzve, pra politikanët drejtojnë njerëzve virtualisht përmes rrjeteve sociale apo ka arritur një pikë ngopjeje në Shqipëri deri dhe për të mos përdorur termin neveri? Unë mendoj që ka disa faktorë. Faktori i parë është konsumi. Njerëzit janë stërkonsumuar me të njëjtët aktorë, me të njëjtin stil, me të njëjtën mënyrë, pastaj Shqipëria është një vend shumë i vogël, dhe nuk ka asnjë risi të re për këtë gjë. E para, e dyta janë rrjetet sociale, padyshim, që edhe vetë liderët politik apo partit janë përfshirë në atë botën fushatën virtuale, po ta shikosh flasin dhe me njëri tjetrin, duke nxjerrë surratet e tyre, debatojnë me njëri tjetrin. E treta mendoj që është më thelbësorja, është që këto zgjedhje si rrallë ndonjëherë kemi një rezultat disi të parashikueshëm nga njerëzit, dhe mendoj që shumica e popullatës e atyre të cilët duhet ishin zjarrt, se zakonisht pjesa e zjarrt është atyre që pret ndryshimin. Mendoj që kjo mungon. Ndonse Partia Demokratike apo disa parti të tjera kanë masivitet që në hapjen e fushatës, po ta vëmë re, qofte Partia vjetër demokratike, qofte Partia e re, partitë e reja, ndonse mund të mbushin salla apo sheshe, po ti shikosh janë si konferenca shtypi, gjithë janë tulur në karrike, dëgjojnë, duar kështu dhe nuk ka brohoritje, thirrje, entuziazëm. Absolutisht. Po ta vësh re, kjo është dhe te partitë e reja dhe te të vjetra. Domethënë, kjo është karakteristika që mua më bën. E njëjta pyetje edhe për ju zoti Shej, sepse ju jeni që nga kandidat që në 31 mars në 91. Shiko, tash po të fillojmë me kronologji deri atëherë, janë 35 vjetë, sigurisht që 34 për eksaktësi, po ndryshojnë shumë gjëra. Ndryshojnë ato që tha Kreshniku, që populli s'ka më të njëjtin entuziazëm, atë që thatë ju që janë lodhur, po kjo punë që është një përsëritje vetvete, e para, e dyta një pjesë hapësirës, sigurisht që e kanë marrë këto,
Po më shumë, them unë, është lodhja, ripërsëritja, janë njëjtë personazhe. Kjo është e gjithë. Kur bëhen zgjedhje në përbot, sepse nuk besoj që, domethënë, mediat sociale janë më të zhvilluar këtu se atje. S'ka si t'jeni, e para punës. Por atje dhe në përvënde shumë të emancipume, civilizume, po marë Anglinë, po marë Francën, kur bëhen mitingje politike, njerëzit janë rrugë, bërë rrasë se për atë punë nga dalë. Miting dilet për këtë punë, me të regu sa shumë jemi, sa forcë kemi. Dhe me thënë, zakonisht miting nuk është se majnë fjalime për programe, mbajnë. është provë force. Fjalimet zakonisht këto tonët e zjasin ka shumë, ose në përbotë unë s'kam dëgju që këtë fjalime ka gjithja. Fjalimi, a i mitingu përfaqësim, sa veta ke atje, hypë, thonë gjithë ka i minutë. Edhe mbanë e karikon kjo gjallëria, tash në Shqipëri, janë bërë ka shumë zgjedhje, vazhdimisht kanë qenë elementi kontestimit politikë, se na për botë, si thush, mitingu është një lloj feste e demokracisë, është shpreha e popularitetit, nuk është si këtu. Këtu të Shqipiles mitingu ka fillu dhe ky më bëj pagum, mitingu më shumë se sa dëshirë kolektive për të mbledh, për qark, një ide, një personazh, një shpresë, është kapacitet organizativ. Edhe pare. Ke pare? Ke edhe njerëz kapacitet? E bëntit, madhë sa dush për këtë punë. Ato tjerët që se kanë këtë mundësi, nuk e vënë. Edhe kjo është shpeshherë diferenca midis njerëzve, sepse i kemi pak këtu parti që ndoshta kur të marrojnë zgjedhjet s'ka për të pas. Ne i kuptoti ne rezultat madh, bëjnë mitingje dhe ato, gjithmonë janë bërë, pse ajo tregon sa forcë ke ti, dikush mbledh, ku e di unë punëtor të rroba qepësisë atje, bën një 2000 veta, shpërndan edhe një 2000 pankarta, vën edhe ca muzikë dhe duket, sigur këtu të Shqipë po bëhet hataja. Po ta shohësh këtë punë nëpër Shqipëri, sot e bëjnë edhe disa grupe që politikisht janë të vogla. Me thënë drejtë, edhe vret mendjen ti, po si e bëgan, kaq popullore ajo, kapacitet organizativ, pare që i shpenzohen për këtë punë dhe bëhet. Për çfarë bëhet me kaq? Sa e duhet ishe e lirë, sepse ajo dhe treguesi sa të duan, sa po vinë vullnetarisht. Bëhet me tregu se ky është treguesi i forcës politike. Ne jemi shupë, që sa ishim atje, si duket në televizion. Kjo është gjë. Sepse politika vetë ka humbë substancën dhe ka përfundu ke komunikimi. A jenë gjendje të paraqitesh veten, atje me shumë njerëz, sigur ty duan fort, sigur ajo që thot ti ngjit, atje, kjo është politika. Kur në fakt për kohë zgjedhjes duhet ishte edhe i çik, jo thjesht program, po i substancë politike. Sa gjëra merr përsipër dhe sa përgjegjësi mban për të kaluar politike. Jo që politika jonë që ka fare, e fshin, edhe paraqitet mbas 4 vjetëve, sigur s'ka ndodhur gjë ato 4 vjet. Sigur s'ka ndodhur kur ke qenë pushtet. Për shembull, ky është sot kryeministri jonë, nuk ndinej sa gëlldit madhe, që është 12 vjet atje. Edhe që shumë nga ato që ka premtuar çdo 4 vjet, ç'i ka bërë. Hiqër thot, ne shohim përpara drejt Europës, e kuptoti ja. A dhe i vetë fort mirë e di që ratë parë duhet japi i loj përgjësia, ca gjëra që ju thamë si bëm dot. Ca i bëm. Ja, nuk meret fare me këtë temë. Sepse shpesh herë edhe turma të thash që është përbalë, se turma. Populli se, në fakt, shumicë në rastëve përsillet si turma dhe meriton këtë punë. Pse? Po në gjithë ato njerëz në njëri duhet ta ngrej ka herë dorën, thotë, ore më duket se s'është kështu. Ose kjo s'është bërë, ose ajo s'është bërë. Dhe me thënë, ne jemi akoma mbrapa në këtë fushë. Kemi përqafu mjetet moderne, teknologjinë e re, se ta thashë e mjafton kesh parat dhe e bën. Që do të thotë, kemi heq parullat e vjetra, banderolat që nuk lëvizshim, kemi vu ledin, për që ato panelet e mëdha dhe aty ndërtonti, sa të dush. Delu dhejsi, mbrapa janë prospektet e veprave të mëdha që ka bërë udhëheqësi.
Thotë, duket aty, edhe ti entuziazmoj sa bukur, sa bukur. A thu, sigur kjo është një lloj show, se fakt show është, kupto. Që sa këtu e kanë qitë bukur, këto kërce kanë bukur, balerinat e këto këndojnë bukur. Kur fakt motivi duhet ishte i tjetër. Prandaj dhe mungon entuziazmi. Show politik deri aty të qonë. Qofse s'del ka shpirti, si me thonë, një lloj britme. Në emër ku e di unë drejtës, atë lirisë, e Pra ti e arritur një masë kritike. Ti është arritur masa kritike që duhet bërë ndryshimi? Këtu ka kalu masa kritike, po t'ishe për ndryshim duhet ishe bërë me kohë. Po fatkeqësia e kësaj pune është da diskutojmë që alternativa nuk është. Ne jetojmë mbi dëmin që ka ky kryeministër mbi në një farë një pakënaqësinë ndaj qeverisjes. Jo me shpresën, ne duhet jetojmë me shpresën që kur të vinë këto, do a rregullojnë 1, 2, 3, 4. Në fakt që nga viti 92, nuk është se ka fituar, ndoshta mund ta përjashtojmë vitin 92, por në gjithë zgjedhjet e tjera nuk ka fituar opozita, por shëmbur ai që ka qenë pushtet. Pushteti pra, sepse pushteti shumica në fatkeqësisht ka qenë abuziv, ka qenë dhunues, ka qenë vazhdim i pushtetit të vjetër në një farë mënyrë. Sigurisht brenda detyrimeve, formave të reja ligjore, institucioneve të reja, domethënë me fjalë ne ishim monopartiak në të gjithë pushtetin, u bëm 2 partiak, mentaliteti është po ky kush e merr e korrit, si thush e kosit gjithë arën ai vet. Që kjo s'ka të bëjë as me demokracinë, as me lirinë, as me barazinë. Poli, kanë shans partit e reja ta thyejnë këtë bipolarizëm? Kanë shumë shans, është momenti i dur në këto 34 vite, dhe prandaj do më thënë dhe këto duken si zgjedhje nga kur shikojmë 12 që jemi mësuar në 34 vjetë të dënë dhe pësën, të vakta, pa nerv, pa kështu, sepse duket hapur që është një loj e shitur në tavolin mes të mëdhenjve për të vazhduar tranzicionin, për të qenë ata 2 polet që në parlament të bëjnë bashkë pazaret, si që bënë për kodin, bashkë për interesa ekonomike, si që kanë bërë, e tjere, dhe pikërisht këtë e ka kuptuar më në fund shqiptarët, e kanë kuptuar dhe prandaj mungon entuziazmi, prandaj mungon ndaj 2 të mëdhenjve dhe në qoftë se ka një farë prishje të skemës, janë këto që unë i quaj parti alternative. Këta dhe sikur si kontrast të futen, do më thënë, nuk bëhet fjalë më këtu për qeveri, e kupton për rotacione tjere këtu, bëhet fjalë për t'ju treguar 2 të mëdhenjve, do më thënë që ata janë në fillimin e fundit të tyre. Shkoj Ilir, këta edhe Sali Berisha dhe Edi Rama po blenko. Nuk i hynë në punë 4 vjeçari. Do më thënë tentojnë të blejnë dhe 4 vite tjera. Thjesht po blenko për mbjetesë. Për mbjetesë. Po të vëshre, kjo situatë e tillë, e vakët, e gjithë fushatës ka të bëj me mungesën e kontrastit. Për herë të parë, opozita me madhe, që është Partia Demokratike, me pushtetin nuk kanë kontrast. Vërre një element shumë interesant. Nuk ka bërë vakinë, e jemi gazetar të vjetër, edhe i kemi kaluar gjitha zgjedhjet edhe si mosha që jemi. Për herë të parë në zgjedhjet as Sali Berisha, as Edi Rama, merja gjithë narrativën dhe të 2 forcat e mëdha nuk zënë në gojë fjalën korrupsion. Çështjen më madhore që ka ky vend. Çështjen më të rëndë, çështjen më të rëndësishme. Dhe po ti shikosh asnjëri nuk, nëse të kujtohet Sali Berisha në 2005 ka ardhur me Sali Berisha e ka një nga argumentat kryesore të fushatës së tij elektorale, korrupsionin qeveritar. Tani. Po. Si korrupsionin qeveritar e ka në kuptimin kështu, po s'mbron, nuk mbron ata që kush ja ka nxjerrë këtë korrupsion, nuk mbron SPAK-un. Nuk e mbron SPAK-un, kundrazi është armiku i SPAK-ut, pavarësisht se i ka ulur tonet për interesa elektorale këto kohë. Çështja është që çështja e korrupsionit është ajo që këta i kryqëzon. Janë të 2 palët me procese hetimore, me gjyqe, po t'i shikosh, 3 liderët më kryesor të opozitës, Ilir Meta, Fatmir Mediu, Sali Berisha, kanë punë me drejtësinë. Edi Rama, duke filluar dhe nga vetja, ka punë me drejtësinë, se gjithë të tjerët i dim.
Kështu që në gjithë këta kanë fatura për të shlyer dhe njerëzit e kuptojnë këtë. Këta nuk mund të premtojnë një vazhdimsi kur janë duke blerë kohë për vetet e tyre, për hallet personale. Kurse për pyetjen që më the ti, po patjetër dhe unë kam edhe informacion në kuptimin nga që ri shumë në teren, por edhe si që shikoj situatën, sepse ka një votë të madhe shumë të eshtur, këto partit alternative kanë për të zënë një vend shumë të rëndësishëm në parlament. Floger, argumenti kryesor i fushatës së Ramës është pasaporta europiane. Atë duket një premtim që është jashtë hapësire dhe kohe. Nëse kemi parasysh domë sepse hapësire është një vendim që tek e fundit do ta ketë çdo vend antar, 27 vendet antare të Bashkimit Evropian do marrin një vendim, pra nuk është në dorën e Edi Ramës. Dhe gjithashtu do është në kohë, nuk është në kohë sepse bëhet fjalë për 2030, ndërsa këto zgjedhje janë për deri vitin 2029. Dëgjoj, do e shoh nga ana e komunikimit duke analizuar të dyja palët. Çfarë bën politika në thelb? Zoti Shehi, Rama, Basha, Berisha, gjithë me radhë. Politika në një farë mënyre thur ëndra, pra i bën njerëzit të ëndrojnë. Jo domosdoshmërisht duke i gënjur, por ju jep një paket, ju jep një alternativë që njerëzit e kanë ëndruar dhe e mbështesin. Ky është synimi kryesor. Pra, po supozoj tani, Shehi thot ne kemi prioritet çështjen e pronës, që është një plagë e madhe që ka ky vend që nga shëmbja e sistemit, dhe ata që kanë probleme të mëdha me pronat që janë një masë e madhe e shoqërisë. Çfarë nuk shkon në shqetësimin dhe në zgjidhjen që jep zoti Shehi? Jo, shkon gjithçka. Po them, pra, zoti Shehi e ka projektuar ëndrrën e tij tek shqiptarët, tek prona. Doktori e ka projektuar tek Shqipëria e madhërishme, Shqipëria madhështore. Edi Rama ju ka dhënë ëndrrën e Bashkimit Evropian. Basha dhe gjithë tjerët janë fokusuar te lufta kundër korrupsionit me duar të pastra e tjera me radhë. Pra, në thelb, të gjithë ndërtojnë nga një ëndër. Tani kalojmë te ëndra e Edi Ramës. Çfarë ka në favor Edi Rama kur ka ndërtuar këtë fabull? Ka zhvillimet gjeostrategjike. Pra, për shkak të ngjarjeve në botë dhe në Europë, me luftrat në Ukrainë, më thash, Edi Rama ose Bashkimi Evropian i ka dhënë një lloj prioriteti Ballkanit Perëndimor për ta tërhequr nga vetja për arsye gjeopolitike. Dhe këtë e konfirmon ajo zonja Kos, që është komisionerja e zgjerimit, e konfirmon presidenti i Komisionit Evropian, e konfirmojnë vende të fuqishme të Bashkimit Evropian që flasin për një antarësim të shpejtë të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, duke patur dy vende avangard, le të themi, që janë Shqipëria dhe Mali i Zi. E dyta, pra ky është avantazhi i parë që ka Rama, që ja mbështet narrativën e tij. E dyta janë historia e grup kapitujve. Pra në qoftë se Serbia në 11 vjet. Ta përmbledhim domosdoshmërisht. Pra, grup kapituj, hapja e shpejt e grup kapitujve në 6 muaj 3 till, ndërkohë që 11 vjet Serbia 3 till, sërish janë në shërbim të Ramës. Marrëdhëniet e tij personale që ai përmend, pra nesër do votojnë parlamentet, thua ti me drejt. Do votojë parlamenti italian, parlamenti gjerman, parlamenti francez dhe tjera me radhë. Pra Rama thot, momenti gjeostrategjik, marrëdhëniet e mia personale me qeverit, grupi punës që ne kemi nisur ndërkohë janë 1000 nga ana jonë, 1000 nga ana tyre që po punojmë, na mundsojnë që në fund 2027, siç e thotë dhe Bashkimi Evropian, të mbyllen negociatat. Pastaj pjesa politike me çdo vend, Rama thotë që unë jam një kryeministër me miqësi dhe me dashamirësi nga gjithë, përballë, thot ai, kemi një non grata. Pra, e parë kështu, Rama i kaca pika mbështetëse që e bënd besueshme fabulën e tij. Siç ka zoti Shehi. Është e besueshme fabula e Ramës për pasaportën? Rama vetë pastaj nuk e di unë se e besuar është, por faktet që unë thash e favorizojnë. Që ta thjesë, kjo puna e Europës nuk është ëndra e Ramës.
E gjithë. Jo, po, ndërshqiptarët. Ai e ka bërë narrativ Rama këtë punë, sepse me thënë drejtë mas 12 vjetëve nuk ka më. Ndoshta është dhe kjo. Po, do të ambushi këtë vakumin e ofertës, çfarë do t'i afroj më? Rrugë që kanë bërë miliarda dhe shqiptarët e shohin ku janë. Atje, ekonomi që duhet ndriçonte dhe është ku është. Nuk po them se është në zero fare, po gjithsesi. Atje. Më thuaj çfarë ka mbet? Rendi që duhet ishte vendosur mbas 12 vjetëve, se kur erdhi në fillim tha vendosim kaq se gjithë kështu thonë, bëjmë rendi për 2 muaj, për 6 muaj. Ku janë asnjë nga këto premtimet e mëdha? Arsimi shqiptar, që dhe ai e kupton që ka shku mbrapsht, universitetet tona, niveli më t'ulët. Shëndetësia, që nuk po them janë bërë disa spitale, po gjithsesi është prap shumë brapa me atë të Europës. Për ditë ka skandale, ilaçe, fondesh të shpërdoruara. Domethënë, bujqësia që ka gjysmët e krerëve që kishte kur erdhi Edi Rama. Tash çfarë narrative do gjej që është më e afërt, që është karamelja më e ëmbël? Ka gjetë këtë të Europës. Edhe për vetë në vetë mirë bën ai, kupto? Sepse e shet edhe këtë gjithë këto që hynë e dalin këtu ka Europa janë miqtë e mi. Kjo them mund që nuk ka vlerë, nuk vlen më për këtë punë. Jo, për ato kapitull që thot ti, shumë bukur e janë ato kapitull, po janë për ty më vjes, që e teknik, që merresh me atë punë. Ma thuj një shqiptar më rrugë që dinë se qënë kapitullit e Europës, sa du në bëllë, sa du në hapë për para. Kjo është një debat për... Më falë, e kisha deklaratat e zyrtarëve të lartë Bruxellit, konfirmojnë narrativën e Ramës, të po thoja. Kuptoti kështu që nuk është kjo punë. Plus që raporti me ndërkombëtarët, si që është i mirë në këtë moment, varet nga geopolitika, varet nga personat, atje ndrohen, se bëjnë zgjedhje atje dhe hikin. Që unë shpesh eri kam thënë këtyre që janë në raport me Berishën, që Berishën se donë Amerika, a di si është puna? Këtu, a ardhë presidenti Amerikës, kur ishte Berishë. George Bush, po. Pra, kjo është kulmi i marrëdhënieve tona, me Amerikën është në... Po, edhe Berisha ja ka shit njerëzve, si që ja shet Rama Europën të shi, që kjo është një simite që e pjek vetë mund. Edhe Berisha, kuptoti ka thonë ku ardhi presidenti, po ato pra Amerikanët... Ka i favor Rama, që përbalë, në kuptimin ka një non grata nga Britania dhe nga SBA. Dakor, po nesër ndrohen edhe 2 ka ato miqtë e Ramës në Europë, vinë 2 tjerë, e kuptojnë që këtë djali nuk mund të rrimë, se s'mamën e që ka në Europë. Një vënd që rri 4 herë kryeministri. Jo ka, po s'ka rëndësi. Nuk krahasohemi as në Hollandën, as me Gjermani. Po pra, kuptoti, po s'ka nejt, as në Gjermani, as në Hollandë. Ka nejt me forma tjera. Nuk ka nejt pra, as në Gjermani. Ajo, Merkel i rrite bashkë me opozitën. Sekretari i sotshëm i NATO-s ka ndonjur 4 mandate në Hollandë. Ka qenë në koalicion me 3 parti. Koalicion me tjerët pra. Prandaj po them, do me thënë, ky është rast përjashtimor. Po dhe Rama mund tjetë koalicion me ju, zoti Shej. S'është një çudi. Po që po them këtu se po e bëjnë sikur ky është biri i Europës. Tash unë them që Rama nuk ka një dashni të madhe për Europë, po s'ka narrativ tjetër sot, politike. Se po të kishin dashni, me siguri do kishin shty me Europën ka 12 vjetë këj, me kaq pasion. Bile se unë them jam i sigur që nuk e du në Europë. Se po të vijë Europa, këtu do të thotë që do vinë polisë të Europës, e kur vinë polisë të Europës, nuk mund të bëjnë këto polisë tonë. Këtë thotë dhe Rama. A pra e kuptoj, një. Rama këtë po shet, të që thuat... Po, kur të vinë ato financierët e Europës, nuk mund t'i vjedhin këto parët si që kanë vjedhë deri më sot. Që që Rama i shet një imazh të i populli pa e hëngrët mira i natë e mirë për këto zgjedhje i mjaftueshme. Herës tjetër u deshën ja 2 fotografi, herës tjetër u desh Daulja, Darja e Timoni, u shtyt. Të shi shtyt me Timon e me Darja, ka dalë Europa. Po e hëngrët mirë, thot. Kuptoti, Europa nuk na fut në as për Ramën, as për atë që të vinë mas Ramës, edhe uroj që të vinë i tjetë, po gjithsesi. Na fusin në qofë se do t'i mbushet mendja, i duhem e Europës, ne kushtet, standarte plota, ne nuk mushim dot. Sepse Rama vend që të bëjë standartet. Pse po na jepni ne i pashaport me hik në Europë, ne me qenë, kanë hik më rinia Shqipërisë në Europë janë, gjithë me pashaporta me te.
Ti na bjerë një pjesë të Europës, që na bjerë? Na bjerë sistem arsimor më të mirë, se degeneroj fare. Na bjerë shërbim shëndetësor, ti afrohet pak Europës, jo se do bëhet si Europës, se nuk mund bëhet. Për mu, që jam realist, na bjerë një bujësi që të punojt pak në gjysmën e tokës që ju punonte. Na bjerë sektor industrial që është ndalu në vënd fare. Se s'na bjerë këto ti nga Europa, po na i shet një imazh atje dhe fillon e prallis poshtë për pjeta për Shqipëri, që po s'qe shumë, që kjo është një tezë shumë reakcionare, është anti-shqiptare. Po s'qe shumë, nuk hyni ju në Europë. S'qe, ku qeti? A i palë është. Mi pra palë pra. Edhe ti thua, në ndjesë të po drejtojmë me ti. Edhe ti thua, si që bëjun reformën në prona, nuk e bëndu të asni. Se tani, tu në garë për misë jeni ju. Gjithë thoni unë jam më i mirë. Jo, unë nuk e them atë punë, po sidomos po tjetë një rejnë ka gjë madhe. Sa që pa mos hyni në Europë. Jo vetëm që është e madhe kjo, si gënjefëse. Po është dhe reakcionare të thash, se një burë shteti nuk mund të thotë këtë, ditin që s'ka mund. Aje ka vetëm raport me doktorin, me ju për shembull nuk ka probleme. Me doktorin, aje ka raport me qytetarë. Aje thotë në raport me dashin, për shembull doja në koalicion rrugën drejt Bashkimit Evropian. Raport me doktorin kanë tregu që edhe mund të merren vesh ato. Ne po themi kryeministri ka detyrë raport me qytetarin. Si që dhe i pala tjetër raportin duhet ta ketë me qytetarin. Pra dhe i po ju thotë që ky korrupsioni, ky polici, ky arsimi, duke shkuar në Europë, kjo është alternativa ime. Unë do punoj fort me ata atje, që të shkojmë atje dhe t'i zgjidhim këto probleme. Po tjetë ka që kullajt kjo dhe ka që bukur kjo që shkon ka ky atje dhe ato e pas kanë qef këtë. Aty dhe na fut ka ne në Europë, si nuk funksionon kështu kjo bje. Po aqë më tepër që ky ka qenë 12 vjetë më. Pse se bëri këtë punë? Po se nuk kanë qenë pjek kushtet në Europë, thotë ky. Të që kanë ndryshua Europa është bërë më e mirë. Si që kanë ndryshu dhe Amerika, mund t'iqet non grata, mund të ndodhin shumë gjëra. Ore, unë uroj që ta heqi gjithë non grata. Nuk i kemi vënë ne kushte Europës që ndryshon kushtet në Europë, na ka vënë Europa në kushtet më. Jo, ka ndryshuar konteksti geopolitik, po. Ma shu të marrin me dorë. Ore, po them edhe pun kapitësh kjo, nuk është. Ai kapitulli është pjesa e burokracisë. Është vullnet politik, mo. Nuk është vullneti politik. Ajo është burokracia e Europës, e cila e ka vënë. Ti ndash edhe me i plotësu ato prapë Europa, gjendë brenda kapitullit. Disi tha do t'i plotësoj me inteligencën artificiale, kam bërë marrëveshje me elaboratë. Ore, unë do doja Shqipëria jonë t'i afrohesh Europës vetë-vetio, me shërbime më të mira, me industri më të mirë, me arsim më të mirë, me shëndetësim. Patjetër. Pastaj, Europa na fut ne, kuptoti, ajo më varet nga ato. Po kjo që ky do na fusi në Europë, dhe na fut vetëm ky, që ditën që ne në Europë marrojnë hallet e Shqipnisë, që ka vende tjera që janë në Europë prej kohësh, aty kanë hallet, Bullgaria, Romania, Çekia, Polonia, marrë edhe perëndimi vetë. Ja Greqia ka 40 vjet në Europë, para 7-8 vjetëve, kuptoti ishin krizë absolute. 24. Nuk është kjo puna, ky shet një imazh, një ëndër që s'ka që shet mama, i marron të gjithë llojet e kuptoti karamelave. Jo, po paga do shkoj kaq që morëm kaq që quam maj që bëm. Se hym pa dashje tek programi. Ju i keni parë programet e dy partive të mëdha. Ku ndryshon i juaj nga... Nuk ndryshon, ja po të theu, nuk ndryshon e i gjot madhe, ne kemi vu një 2 pika që unë gjykoj që këto tjerët nuk i përmendin. Që shka ndo qepë se edhe janë t'implikum këtë punë. Unë them, ne kemi nevojë ta reindustrializojmë këtë vënd. Që duket një fjalë që nga ato të vjetra socializmit, industria e këto gjëra. Por faktu është esenca, jo vetëm një ekonomia të qëndrueshme, që duhet vazhdoj me vite, e afrimit me Europë, po dhe strukturës shoqërore, strukturës sociale. Qërë bën industria? Njërë industri, po të kesh një industri, këtu nuk ka nevoj që 1 milion ton naftë shkojnë atje, pa përpunu me jashtë, ndotin dhe financat publike, se gjysma s'pagune, gjysma ju në kontraband ke karburantet e Shqipnisë. Atje, dhe vjen për jashtë 1 milion ton naftë tjera. E cila është përpunu me shitet për makinat tona, ka jerë pa cilësinë e dur, me një tufë rrjedhje shtjera financiare dhe ma të çmim që kemi sot në Brashu. Pse nuk u përpunoka kjo jona? Sepse grupet e interesit që e kanë bloku këtë sektor dhe nuk janë vetëm sa qeveria,
edhe qeveritë e tjera, sot se kam bërë në i gjë për këtë punë, se këtu është sektori. Merë vetëm shteti shqiptar, merë vetëm royaltin, taksën e tokës nga sektori i naftës. Po nuk përpunohet se është e rënd nafta jonë, po si o përpunohet në kodë partisër. Pak, po përpunon të, e keqe, po për traktori ishe. Sot me teknologjit që ka sot, si su përpunon? Po ato që e blenë, për qëre blenë? Për ta unë detë, për ta përpunu pra. Më thënë, këtu ka të regon që s'ka një dëshirë për të marrë me këse. E njëjta gjë për pjesën tjetër sektorit mineral. Tu janë ndërtu me mira gradacela poshtë për pjesë që po s'ka i sektor ndërtime. Një që të bëj plaka, ku e diu, një që të prodhoj material ndërtime, rubinetër, lavamanere, edhe në kodë partijës, që kishte porcelana, si s'pas ka mundësi këj vënd të shtoj vlerën e vetë. Plus përsa industritë e tjera, ushqimore. Pse, industria prodhon klasë mesme, prodhon teknokrat, inxinjer, teknolog, komercialista, një shtres mesme të pagu me mirë, e cila është garanci për zhvillim në vëndit, është dhe garanci për demokracinë. Po është e mundur se në teori ju keni shumë të drejtë, sepse jetojmë në kushtet e një tregu global. Po, absolutisht. Kompanitë e mëdha e kanë me prodhimin me kosto shumë të ullët, dhe në qofë se do në supozojmë, do prodhojshin plaka këtu, a mund të prodhohen, mund të jenë konkuruse për tregun shqiptar? Ekonomia e shkallës. Po marë Macedonin, që sa ne është ma e vogël se ne, me thënë drejtë, ka sektor industrial, prodhon ajo, nga gjitha këto, ne s'prodhoj. Ato sigurisht që nuk prodhojnë naftë, po, s'prodhojnë naftë ato, se s'ka naftë, se po të kishin da përpunonin. Prodhojnë mikrochipa ata. Prodhojnë i tup gjëra, pse vetëm Shqipnia jonë s'prodhojnë? Naft nuk prodhojnë, por naft përpunojnë. Se në aeroportit të Shkupit kanë rafineri. S'ka naft, s'ka rafineri. Se nuk ndodhin këto fenomenit. Se Shqipëria në kanë ka për i grëge, i grush njerëzis që meren me tregtin, që fitojnë nga eksportet e këtyre gjërave, fitojnë nga importet e këtyre gjërave, shkojnë mirë me qeveria s'ka si loj interesi, në fakt s'ka bëha si politikë stimulus. A e pat ju që hoqë nga 20% e bërë 6% të vëshën për hotelet, u bën hotelet sa të dush. Bilet e, se kanë 6%, mbaroj këtë fazë. Duhet i spostojnë parat, se këto përthanë, kjo loj ndërtimi. Të qëndrojmë të kjo idea i industrializimit, se më duket shumë interesante dhe më duket shqetësimi më i madh ekonomik shqiptar. Por si mund të realizohet, sepse jetojmë në ekonomi tregu dhe parimi numër 1 në tregu nuk ka vakum. Përse nuk ka pasur, si përmarrës në qofë se ka mundësi fitimi, ta bënin këtë industrializim? Në qofë se ti nuk akumulon, që ta këthesh kursimin kapital, as me bankat, as me agjensi financiare, qofë se si hap rrugë investitorëve serios në përbot, qofë se nuk je pas filloj incentive ti, se për hotelet e kazinot e bëke 6%, bëja 20 atyre, mjaftë janë bërë për i tyre, ullja bëja 6% industrisë, edhe i pjesë atyre parave, që futen këtu do shkonin ke sektori tjetër. Ja pra ku u bëka një punë, po ti s'ke pas një, ti të regon që nuk ke dëshirë për këtë punë. E kanë më kolloj me importin, janë oligopolet e importit o? Nuk të intereson kjo sektor. Pra ndaj u thënë këtë, bujësia, të gjithë thot da subvencionojnë 5 herë, 3 herë, 7 herë, këtë jo. Atje, shumë mirë. Nuk shof asë një gjë që do subvencionojnë projektet bujësore dhe që. Mirë po unë thëmë, kam një ide tjetër. Hajde të bëjmë njerë tavolinën, pasaj mbi tavolinë vejmë gotat e pjatat, projektet, subvencionet. Shqipnia s'ka parcelë bujësore, më të konsolidume. E kemi 1,2 hektar parcele, me këtë të bëjmë bujësine, me këtë të hymë në Europë, që thotë Zoti Rama. Europa i ka subvencionet, i merë aji që ka 20 hektare cifër. Po bëj një politikë për përqendrim në tokës. Ja kemi bërë skemën, kësaj qeverie, asaj që ishe, për para. Hajde, ne dështu me puqë, mënyrë administrative tokët, me ligjë nuk e këthym do të pronarit. Kuptoti, hajde mërë ti bëjmë, më bjerë 10 hektar tokë, hajde mërë 100.000 euro. Po do a bëjmë bankabël sistemin, kreditohet pa interes, unë do marë përsi për interesin si shtetë. Por a i të ketë akses ke banka, me një anarë, ti dërzoj me 31 dhëtorët, maj parat e veta, këtë mendoju dhe të ketë tendencë për ta përqëndru parcelën bujësore, se në qofë se mbi 50 hektar do t'ja 500.000 euro.
Kjo është mënyra. Në fakt e Por të ditshme, në qoftë se ti... mollët e Korçës, qershitë e Dibrës, Po, pra. kalben dhe Ne i marrim nuk ka një fabrik që prodhoj lëngje frutash. Këto vendet, dashi më fal, këto vendet, kur u futën Bullgaria, Rumania, do më thënë që jam këtu në këtë linjë, çfarë bën? Për 10 vjetëresht, vun taks të lartë, këtë po thot dashi, vun një taks të lartë për importet, e gjerave që ti prodhon, mund t'i prodhosh në Shqipëri, mollës. Se janë oligopolet e importeve dhe nuk qajen. Edhe ajo plaka që thua, ti s'është asgjë, 2 makina silli këtu, po janë importusit. Duhet ta sillin që andej, janë importusit, nuk të lënë. Për çdo gjë, për mielin, për këto konservat, për sallam, prosciutto. Po ty të vjen nga Argentina pula, është turp, të vjen keci, ata kecat që i marrim në gjoja si të freskët. Të vegjël të vinë nga Argentina, të vinë nga Brazili. Ideja ime... Dhe gjitha kjo është politikë shtetërore, kjo është politikë dhe ka qenë gjithmonë në favor të këtyre. Vere 10 vjetë ti, 10 vjetë, që aji që importon gjëra që janë të Shqipërisë, që prodhohen, myzeqeja, domatja, molla, qershia që thua ti, që ta fuqizosh fermerin. Okej, në vijin të kësaj që thot Poli, zoti Shej, ne kemi marrëveshje si Cefta, Ballkani i hapur dhe këto pra jemi një treg i hapur. Treg i hapur jemi... Tani, atëherë si do ta bësh, sepse kjo kërkon masa proteksioniste. Jo, më nuk po kërkoj masa, kjo që të them unë fakt nisem nga i princip tjetër, bujësia shqiptare, vunë sepse bujku i Shqipërisë nuk ka akses ke financa, për të marrë parat dhe ndjeti pasigurt për atë që do mbjelli. Dhe vetëm një skemë e tillë, si të thush e madhe, e bën të lirë. Ti thu subvencioni, ku merret subvencioni? Përveç atij të karburantit që bide. Merret ke drejtoria bujqësisë, ke ministria bujqësisë, do bësh sa letra me burokratët, do korruptohen. E pat ju SBR-ja gjysma ka ik atje. Unë dua që bujku shqiptar të mos varet më nga ministria e bujqësisë. Ministria e bujqësisë le të bëj politikat, këto që po themi ne. Nuk është njësi administrative me nda pare. As operative. Po naftën, nga do ta marrim, qofse themi të subvencionojnë naftën. Ore naftën subvencionin ndaq vene për direkt për njësinë e tokës, si që kanë Mitali, Shumita, ge ka që hektar, hajde merë tokë, nuk është ky hall. Po thuj se çdo lek që merret për bujqësinë merret nëpërmjet burokracisë shtetërore. Të dalin nga kjo skemë. Se jo vetëm që korruptohen në punësit, e këtyre i bime pagu më shumë, po s'bëjnë asnjë punë. Unë du bujku shqiptar që të kthehet fermer, duhet ketë akses ke financat. Dhe t'jeti pavarur, iku ministri, iku kjo, iku ky, mik ke drejtoria, s'ka punë fare me këtë. Vetëm kështu mund të bëhet. Pastaj e përqendruam parcelën bujqësore, kemi akses ke financat, mbi këtë pastaj ato janë le t'i vëjmë subvencionet e tjera, dum të stimulojmë këtë lloj kulture, dum të stimulojmë blegtorin që ka ra fare poshtë, mund të bëjmë. Domethënë, ka gjëra që mund të bëhen në Shqipëri. A bëjmë i mbregullin, a bëjmë i Zvicër? Jo. Po ka gjëra që mund të bëjmë, tokat janë pa punu, edhe se vret mendën njeri fare për këtë punë. As ka ne i dëshirë për ta bërë. Sepse i levërdis ky lloj sistemi. Që është ky? Çfarë ka bërë kjo qeveri që është sot? Kjo praktikisht, si me thënë, sillet sigur ky është pronari tokave vetëm. Edhe jep tokat e Shqipërisë me përqindje. Për hotele. Një sistem feudal. Një lloj rentieri. Shqipëria është e imi, thot ja jap kujt do, ja jap arabin Durrës, ja jap amerikanit Jug, ja jap kujt ju italianit Veri, ja jap miqve të mi me ligjin për €1 toka, me ligjin për investitorët strategjik, pas i lloj konkurrence për këtë punë, dhe jeton me këtë punë, me këtë lloj rente. Edhe korrupsioni qeveritar, kuptoni, dhe i gjithë sistemi, edhe ato që vinë vërdall për qark këtij sistemi. A do ta thyem këtë lloj sistemi? Ky thyet me projekt politik i erë më radh parë, se duhen votat për të ndryshuar këto ligje, po thyet dhe me ca ide që kanë kuraje, që shkojnë deri publikës. Jo ideja se shqip, mbledh pare, ku e diun, na ka hyrë dashje, është i varfër ta bëjmë pasur. Ne po themi që ky vend që është fatkeqësisht akoma i varfër, hajde ta bëjmë pak më të pasur. Këtë mendojmë ne për disa. Kemi posibil premtimet tona sociale. Unë gjykoj për shembull që ajo dita e punës për gratë bëhet 6 orë. Edhe disa nga këto si eksperte, ku e diun disa dhe me dashamirësi.
Ore, dash tregu i punës Shqipëri, po vuan. Ti do me bë dhe 6 orë këtë punë. Ore, rendimenti i punës në të gjithë sektorin, publik e privat mesatarisht Shqipëri është 4,7 orë. Kështu që nuk humbet asnjë gjë, ajo gruaja që ka për qep këpucë, ke fasoneria, apo këmisha, qoftë se bën 40 copë në ditë, 40 do bëjnë, dash me 6 orë, dash me 8 orë. Se aq e ka rendimenti mërti, fizik, teknologjik, gjitha nuk bëhet më tepër. Rrit koston? A rrit koston? Ajo nuk rrit koston fare, sepse paga do jenë po të njëjtat si ato. Se ato 2 orshin që e lë atë dikush do ta zënthoj. Ajo ta thash që është e normuar. Ajo ka administrata publike me pak sporca administrata publike me ato drejtore, shefa ka pa e sapë. Tash mund të organizoj punën që pothuajse të gjithë ta përfitojnë 2 orë. Nga ana ekonomike nuk humët kur gjë. Çfarë fitohet nga ana sociale? Në një vend që s'kemi shërbime, as qerdhe, as kopshe, kemi më shumë pak, pa mjaftueshëm. As ushqim na për shkolla, as ushqim na për menca, na për ndërmarrje, na për zyra, siç e ka gjithë bota. Kjo është një ndihmë e madhe për grup, për familjet e reja që strapacohen, duke marrë fëmijët me i çun, mjes me i marr prapë në drejt, shkojmë ke pazari, është një kohë e fituar për gratë, motrat e vajzat e Shqipërisë. Është kohë e lirë për ta mbrojtur familjen. Njëkohësisht është kohë e lirë për ato që janë të reja, edhe të jetojnë më vetë, kenë më shumë mundësi. Okej, qëndro te kjo dhe do vazhdojmë pas. Sepse ky zotëria, ky fol për gratë gjithë ditën, e ke pati gratë. Gati një lloj banaliteti. Po për çë janë gratë? Pse ajo është një lloj talli. Me atë punë. Unë po them, hajde të kemi kurajën me bë. Disa më thonë, a dini se nosha ju jeni tri ti gjanë më jo, po. Që Shqipëri u punonte deri ditën e shtunë? E mbani mendje? 7-3. Po, 7-3 deri ditën e shtunë. A u hoq një ditë e shtunë? Për burrat dhe për gratë. Po. U hoq 1/6 e javës. Jo kaq sa them unë 2 orë. U hoq atje dhe nuk ndodhi një dramë madhe, u prish tregu i punës. Çfarë ndodh? Kur gjë? Asgjë. Prandaj ne kjo shoqëri duhet të ketë kurajë të japi shans grave e vajzave tona të bëjnë një jetë më të mirë. Po ja jep edhe familjes shqiptare të jetë më e qëndrueshme. Mos shkojnë në shtëpi vetëm me Okej, ta marr sërish fjalën. Flogert, këto dyja që tha për industrializimin dhe për reduktimin e orës punës së grave, janë të bëshme në optikën tënde? Absolutisht, për mua nuk janë të bëshme, për mua janë të domosdoshme. Po ta shoh, pra pavarësisht se unë kulturalisht mund të mos jem djathtas, kulturalisht, ke një kryeministër që është i djathtë, për shembull. Tu te ne vetëm një parti mund të jetë kulturalisht majtas, po dhe ai drejt që është majtas është shumë majtas, e kupton? Pra, por gjithsesi, duke parë realitetin, gjendjen ekonomike, kontekstin e kështu me radhë, duke parë edhe zhvillimin e mbrapsht, ndoshta se si na mori neve kjo demokracia që menduam që demokracia është shkatrosh që ishte ndërtuar në kohën e regjimit, pra mirë që nuk shëmbëm edhe universitetet edhe hidrocentralet, se pjesën tjetër të fabrikave dhe të prodhimit i shkatruan plotësisht, sigurisht duke parë papunësim, duke parë që ne nuk prodhojmë, ne ofrojmë vetëm shërbime në shumë fusha, se kemi edhe fushat e prodhimit që shkojnë dëm, patjetër që zoti Shej ka drejt. Problemi është që edhe Rama, edhe Berisha, edhe Basha, gjithë këto që thotë zoti Shej i kanë thënë, se çfarë ndodh që asnjëri prej tyre nuk i bën kur vinë pushtet, këtë nuk e shpjegoj dot. Ja e shpjegon zoti Shej. Se i thonë gjithë o dash, për kur vinë në qeveri nuk i bëjnë dot. Nuk po të them unë, sepse unë nuk mund të më hojë se që bët 30-40 vjetë, se dikush, edhe ky që sot dhe i ishe djetë dhe i gjë ka bë për Shqipërinë, por është shumë pakë për këtë. Dhe kjo që po i them unë nuk është se në shpikje që nuk e dinë. Patjetër, pra, e kanë thënë dhe ata, këtë po them. Po jo, po. Por e ka jerë këto, po t'i shikosh këto dy gjëra, nuk i shë se nuk i vjen fort mbarë, me thënë drejtë, sepse e kanë bështet, si të thush i deni zhvillimit, ky zoti Rama ka kap turizmin, e se ke turizmit ta thash vinë këto paret, është më kullaj për t'i gjiru legët, që s'janë dhe fort të që të ndryqme, ke ky sektori turizmit, nërsa ke industria, është i qikë më komplikuar problemi, se edhe ato zotërit s'kan qef me i futu, se ta thash duhet
me prodhu i herë, pasaj mas prodhimit duhet me e shit. Është rrugë më gjatë. Pra, ekuacioni ka shumë pa njora, atje kështu që i bindë më për shkurt të dy palët. Ndërsa për çështjet sociale, për fuqën sociale, unë po të them ty, nuk po të them unë që ato që thot Berisha, dhe unë dhe i pranoja, biles unë ke pensionet shkoj për teja sa që thot Berisha. Se thot 200.000 lek pensionet mesatare sot, janë 190.000 lek. Po që për t'i ngrejt 10 lek, nuk o në i luksi madhë. E nuk vlen, them unë. Në këtë fuqë, them që di diqka. Prandaj unë kam thënë që ti qojmë pensionet e ullta, bëjmë një subvencion 300 milion vit për vit. Vit në parë bëjë 300 milion, vit në 2 dhe bëjë 260, vit në 3 dhe bëjë 220, sepse edhe i merë zoti këto. Ashtu është, ta nisim nga moshat e vjetra, nga poshtë dhe nga pensionet e ullta. Deri kur gjejmë një vi barazimi me këto që dalin me ligjin e rritë pensionet. Dhe ligji mos e nga s'ma fare. Kjo është, nështë për ato që merën të i qikë si teknike kjo punë. Kjo është formula, nuk ka formul tjetër në brënda skemës pensioneve. Do me thënë, duhet një sakrificë madhe e shtetit shqiptar që do të hargjoj, besoj për të plotësu këtë deri kur të barazohen, që do një 6-7 vjetë që dali jashtë skemës kjo kategori, besoj do të kaloj 1 miliard që. Po shteti shqiptar ka marrë 14 miliard borgjë për të bë këto qika rrugë si janë sot. Edhe u sjellë sa gjithë. Në këtë mes mund të marim edhe diçka borç për këto zotrit që janë me mira njerëz dhe bëj vjet dita me ik, edhe po ikin mizari. Prandaj them unë propozoj këtë skemë, këto tjerët thonë ato. Rrogat për mua të rriten, unë jam nga ato që kam shtypur për rrogat edhe para 2 vjetë. Nuk kam frikë fare, as se do ngrehet inflacioni. Por çfarë? Rritja e rrogave do shoqëru me riformatim piramidës të pagave. Nuk mund të vazhdoj, që do të thotë, t'i vejmë njerëzë si mas vlerës aty ku kanë, se gjatë tyre vitje i teket kryeministri arrit këtij sektori, i teket ati tjetëri këtij sektori tjetër. Në fakt, rrogat që ndrojnë në raport me njëra tjetër, në bazë një piramide që është piramid vlerash, piramid interesi, piramide e stimulimit, dhe më thë ka një sër komponentës që e bën një piramid rrogë. Rritja këtyre 20%, 25%, asi, i bën mirë sistemit, po kur e bën mirë? Po ta shiroj nga pagat e tepërta të panevojshme që e kanë mush këto sistemi. E dyta ta riformatojmë sipas vlerave të midis profesioneve të ndryshme, edhe kjo në i farë mënyrë është një lloj mini revolucioni që të shërbejë, jo vetëm se njerëzit do marrin ca para më shumë, po të ndodhen dhe aty ku duhen shërbim gjës publike. Dhe e treta, nuk mund të jenë pafundësisht njerëz në shërbim publik. Që e kam bërë këto. Ne themi të bëhet një shtet i vogël, 10 ministri, 150 institucione. Sot kemi 850. Që duhem në i vënë ka gjithë vogël, që po rallohet ka shumë institucione. Pse? Pse i kemi ngarku pra me i barë burokratike, janë njerëz që marrin paga. Pse në fakt, u bë shumë vite që këto njerëz jo thjesht marrin paga, këto mbledhin vota. Edhe kjo është të tepruar të mbahet kaq shumë, një aparat i tillë. Okej, Kreshnik, nuk e di ndoqe apo jo zotin Shej, janë të realizueshme këto? Po, mendoj që zoti Shej ka një vizion të qartë për mënyrën se si ndërtohet shteti, për problematikat që ka pasur këto 12 vite qeverisja e Edi Ramës. Mendoj që zoti Shej ka eksperiencën, maturin që i duhet një politikani dhe që praktikisht ka nevojë shteti shqiptar, sepse ne shpesh herë të rinë dhe të vjetrën e ndajmë me moshë. Unë praktikisht hyta ata të cilët nuk e ndajmë me moshë. Unë mendoj që shpesh herë Shqipëria ka nevojë edhe për gjakun e ri dhe për energjitë e reja, por më tepër për eksperiencat e suksesshme. Por gjithsesi në politikë shpesh herë suksesi apo dështimi matet me rezultat. Dhe unë ndjej keqardhje për shkak që zoti Shej nuk e ka mundësinë me lëvizjen e tij politike që të jetë pjesë e një projekti vendimarrës qeverisës. Domethënë, unë do doja që zoti Shej të ishte pjesë e qeverisjes së ardhshme, jo pjesë e opozitës, sepse pjesa e opozitës
e stërzgjatur, është shumë e lodhshme dhe në një farë mënyrë e zëron projektet. Domethënë të gjithë vizioni i zotit Shehu varen për mënyrën se si duhet ndërtohet shteti. Ndërkohë, mendoj që Shqipëria duhet përgatitet edhe për një program opozitar. Çfarë është programi opozitar? Ne mund të jemi me 12 maj përsëri në të njëjtën qeverisje. Dhe kjo që them nuk është thjesht iluzion. Kjo mund të jetë një realitet pas 3 javësh. Që do të thotë kemi përsëri, shkojmë drejt 16 vjetësit të qeverisjes Rama, një qeverisje e cila padyshim që kushdo që t'ishte, kushdo shqiptar apo forcë politike, në mandatin e 4 do t'ishte super konsum. E kam thënë dhe në një emision tjetër tuaj, një rastisht Rama premton Shqipërinë në BE 2030-ën, kur 2030 është pas 5 vjetësh. Do më thënë premton një gjë që nuk e përmbush brenda 4 vjetësh. Po, tani që të kthehem dhe një. Pra, do doja të dëgjoja në këto minuta që na kanë mbetur që kush është vizioni opozitar që ne dalim nga kjo krizë. Që do të thotë si do shpëtoj Shqipëria, se ne mund të rrezikojmë që edhe pas 4 vjetësh, në 2029 të shkojmë prapë me një situatë tillë. Me një opozitë, ja, okay, ta dëgjojmë zotin Shej. Me 10 parti, me një Nëse ndodhemi në një skenar të tillë, do në Ramës do t'i duheshin vota, nuk i mjaftojnë votat e Partisë Socialiste për të bërë mandatin, nuk i ka 71. Në një skenar të tillë, ju do ta votoni Ramën kryeministër? Ja, unë ja. Unë gjykoj qoftë se si ka 71 vota, presupozohet me këtë ligj që duhet i ketë pala tjetër, edhe ne jemi ke pala tjetër, aty po hapet një debat se si mund gjejmë një rrugë për ta bërë përbashkët një këtë që quhet sot opozita. Tani unë them po marr kush është, si të thush, vizioni opozitar, çfarë do këto të gjitha, sigurisht që ka drejt Këshilli, pak a shumë mund të realizohen në një shtet që është pothuajse normal. Ky joni nuk ka qenë gjithë këto vite. Kam frikë edhe ne dekad tjetër nuk do jetë. Por, për të shtyr më tepër se ne kemi edhe një projekt për shtetin shqiptar. Sepse këto që them unë janë, si thush, premtimet elektorale në fushën ekonomike, në fushën sociale, se në fakt shpesherë këto janë ato që tingëllojnë më shumë vesh qytetarit. Por unë, për shembull, qofse do kisha gjën dorë, edhe uroj që të kem, aq sa të kem 2-3 mandate, 5, bashkë me kolegë tjerë që kanë këtë dëshirë një lloj si unë do të riformatoja shtetin shqiptar nga fillimi. Propozimin, pastaj jam rrim është gjë tjetër, që do të thotë nuk mund të vazhdojë më Shqipëria me këtë kushtetut. Kjo nuk është kushtetut, kjo është një marrëveshje midis 2 personave, kjo është viti 2008, që ka rrëdzu dhe atë pak demokratikë. Jeni për rikthimin e kushtetutës së 98-ës? Ajo më e mirë, po do a korrigjojsh edhe ata për shumë gjëra. Kupto se edhe ajo në vitet e veta që kriju lakunat e veta. Po jo kjo. Kjo është marrëveshje më. Si do rri unë pushtet dhe kur t'higi unë do vish ti dhe si do rrish ti sa më gjatë. Sa që me këtë kushtetut, sot kryeministri nuk bjen më, pavarësi se nuk votohet si kancelari direkt, nuk bjen më, duhet jetë një majorancë e gatshme që të ardhoj. Nuk krijohet. Dhe me thonë, kjo është një shpike, një paqavure, dhe me thonë që vetëm mendjet djallëzore mund të bënë. S'ka lidhje. Rrëzoj funksion e presidentit, që ishte sado i vogël, po ne, duke pas një tradit të një personit vetëm që drejton vendit, runim një lloj balance, ne në vend që ta forconim rolin e presidentit. Atje, që të kishte një check and balance midis 2 institucioneve. Atje, ne rrëzum fare bën presidentin që është punëtor partie. Edhe dekoratat marrin. Punëtor partie është ai, s'vën më as generalet, as ambasadorët, s'ka kur gjë në dorë. Atje kuptoni. Kështu që do ta ndryshojë. Do të nxirrsha ligjin zgjedhor nga kushtetuta, që nuk ndodhet në shumicën e vendeve. Se ligjin zgjedhor ndryshojnë, atje i adaptohen realiteteve të reja politike, kushtetuta është atje për të qëndruar. Çdo më thënë kjo. I fiksum, i inkorporum, kushtetut, ligjin zgjedhor. Ky ligj që është sot, kjo maskarat, do ndryshojë edhe ligjin zgjedhor, do ta nxirrsha nga kushtetuta. Do bëja reform tjetër administrative, jo atë që bëri Edi Rama. Për t'i dhënë përfaqësim pushtetit
lokal poshtë, për t'i dhënë dhe eficiencë administratat lokale. Kthimin e komunave? Kthimin e një pjesë të komunave, sidomos në zonat e mëdha urbane, për të qiruar zonat e mëdha urbane nga presioni i komunës, nga presioni rural, për të them. Se ato përfaqësim kam, as ato përfaqësohet, as i shkon shërbim atyre. Edhe të kishe eficiencë, koha të regoj që u bë për të kursy gati 100 milion vit, 80 për ekzakti. Kushton 100 milion më shumë edhe s'ka eficiencë. Dhe më thënë u bë thjesht një zgjidhje administrative. Atje. Dhe të thash, do t'i rikthejmë kysh, vënd ka që vogël, nuk mund të rri me 20 ministri. Sa që janë sot, që nuk i di memrin ministrive, kush është, që funksioni kanë, është denatyrizu edhe ligji për qeverisje në Shqipëri. Dhe më thënë, do të bëja disa reforma që duan kuraja. Këto në afrojnë ne Europa një loj ylberi që hikën brapa kodrë sa bjen shiu. Atje, për qëfar? Kur ne këtu do të bëjmë disa reforma që mund t'i bëjmë ne këtu, brenda shtetit shqiptar. Po të ketë një edhe marrëveshje midis palëve, të ketë seriozitet për politikën, për institucionet e shtetit. Shiko, në 35 vjetë Shqipëria ka ndryshu shumë. Po me drejtësinë, zoti... Po, me gjithë drejtësinë, prandaj po të them. Do e riformojë... Jo, nuk kam që riformojë drejtësinë, sot. Ne mbështesim atë spagun. Prit. Po drejtësia pjesa tjetër nuk po funksionon. Esakt. Që ka 100.000 dosje tjetër, 35.000 ka gjykata lartë. Kemi zona me riorganizimin e sistemit gjyqësor poshtë. Kemi rrethe që s'kan më gjykatë, s'kan prokurorës, s'kan kuqe. Realiteti është i gjyqet, si të bësh i gjyqë rrogash, bas 8 vjetë, s'ka më vlerë, se rroga është vlerësu gjysma. Prandaj i gjitha i sistem... Edhe me qa do jetosh të 8 vjetë? Dori par, por jo spagun. Spagu është i vetëmi element që ka dhënë ca shenja pozitive. Po godita atë, thëmë brap çdo gjë. Thëmë brap shpresën njerë që dhe të këqit mund paguka në këtë vënd. Nuk ka të paprek. Jo, vetëm të mirët. Këto, kështu që këto janë, si me thënë, tezat politike. Mje ba i afrohet njëri tezës, si me thënë, ti mendoni ju që 90% e shqiptarve të dhe votojnë se du me të ndryshu dashit kushtetutën, se s'janë të mira raportet midis ekzekutivit edhe legislativit. Jo, fushata është thyrë në një one-man show. Votojnë dashin se... Atere fillojnë të dominojnë disa tema tjera, kur në fakt, tema kryesore. Do t'ishe shtetë formimi për Shqipërinë. Pse se e nisa për shparë. Në 35 vjetë kemi jetë shumë. Nuk jam për ato unë që s'ka. Shqiptarve unë i kam qenë edhe 35 vjetë për para, po 35 vjetë që kam qenë, 34. Nuk në kishe shku mëndja që mas 35 vjetëve Shqipëria do eci me këto vetura, do ketë to celular, që si ka nësi gjë botës, do ketë to apartamente, sepse ka mendu varfëria ka qenë madhe sa do duen dekade për ta. Ne sot jemi në varfëri, po nuk jemi më në mizerja. Janë ndërtu me miliona shpia pa regull, me thënë drejtë, po janë ndërtu. Ekonomikisht Shqipëria ka lëviz, ta thash, më shpejt se sa e mendoj e unë, do shë kam qeni gabum për energjit e vëndit tim. Më shpejt se Shqipëria institucionale është në vënd dhe është në brapa. Më thujtis, mendon s'ki sot gjykatësit janë më të ndershëm se sa ato të vitit, ku e dio 93, 92. Pra, qëfar është arritur nga njerëzit, është mbi pritshmëritë e tua, pra është arritur nga shteti, është poshtë pritshmërive tua. Shqipëria institucioneve, mendon ti që sot institucionet tona janë më të pavarë se sa ishin 30 vjetë për para, banka qendrore, ku e dio në entet regulatore që ishtohen vit për vit. Unë besoj që me këtë qeverinë e Ramës, po, nuk ishe shkëllqim dhe e tjeta, po gjithsesi kjo, i ka fut gjitha në kontrol. Shqipëria institucioneve është mbrapa me kohë, bile s'ka shku dhe më mbrapsh. Edhe disa sektor që kanë qenë mirë, keq kanë qenë. Universiteti i sotëm, me ndoni që është më i mirë se sa... Ja, sigurisht që në brënda universiteteve mund të ketë dhe ca pole ekselence. Brënda shëndetësisë shqiptare sot ka spitale që të operojnë, po shëndetësia e përgjithshme, mjeku i familjes, shërbimi ambulator,
shërbimi mbi territor janë ku e ku me kohët. Më falë. Okej, se Prandaj kemi po të them. kaluar minutazhin. Shiko, Okej. kemi hecë ekonomikisht, jemi mbrapa në fushën e institucioneve e gjithë. Dhe në qoftë se do të Lutem bëjmë përmbytje zoti Shej, se një kemi arritur në reformë fund. për të hecë për para, unë do a filloja nga këto. Po me që ne zgjedhjet i bëjmë Shqipëri, edhe unë e filloj nga paga, nga pensioni, nga favori. Po gjithsesi, në qoftë se ju doni që të bëhet me gjithmonë diçka, mos ju gënjen, votoni nëntën, na jepni shansë. Okej. Edhe besoj që nuk bëjmë raketa, po sa punë të mira do i bëjmë. Sukses. Falenderoj zoti Shej, kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe në pjesën e dytë do jemi me zotin Endri Shabani. Publicitet.